Zotri Ajupi, në të kaluarën partitë politike në Kosovë shpesh i kanë ndjek këshillat që kanë ardhur prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe po ashtu Bashkimit Evropian, sidomos kur bëhet fjalë për çështje madhore. Tash, megjithse këta partnerë vazhdimisht kanë kërkuar edhe po kërkojnë publikisht që me u konstituu Kuvendi i Kosovës, mu formu qeveria sa më shpejt, po duket që ka një rezistencë nga ana e partisë, sidomos partisë më të madhe e cila ka shumicën në këtë kuvend, për me bashkëpunu edhe për me pas ndërtim të institucioneve. Çfarë peshe politike ka ky presion ndërkombëtar që po bëhet dhe kjo sjellje e skenës tonë politike? Ndoshta isha ndërlidh bashkë me këtë pyetje në Juve dhe ato që e tha Gzimi më herët, është rasti kur kemi pas asistencë teknike me njëherë pas pavarësisë. Sidomos në administrimin edhe reformimin e administratës publike, aja ka qenë arsyeja që ushtruesit e tyres e ka pas mandatin me 6 muaj. Se kanë llogaritë që 6 muaj është një proces regrutimi kryet. Domethënë vetë fakti që këta e kanë bërë ligjin për administratë që ushtruesit e tyres njëherë me qenë një, tash 2 vjet, këta janë të frish administratën publike, që është kundër normave të EU-s, se na kena pas kur e kena bërë 6 muaj, është arsyeja që e përmend edhe më herët, është çaja problemi që ushtruesin e detyrës e mënon edhe shkarkon me një vendim. Nuk ka nevojë, nëse është e zgjedhet një drejtori në agjencisë, ai ka mandat. Kur je me mandat, janë procedura të shkarkimit. Duhet me bëj diçka, duhet edhe arsyeja kur e ka ai e pavarëson edhe fuqizon administratën publike. Nëse ki ushtrues detyrë të është dorën e ati ministrit ose qeverisë me shkarku sa ardon. Edhe vetë fakti tash i shes që na veç e kena adopsu administratën publike. Këtu kanë qenë vërejtet edhe të partnerëve tonë evropian, edhe gjatë hartimit të ligjit, po edhe të partnerëve tonë amerikan, që janë në farë mënyrë hisedar në këtë shtetin tonë të ri. Aja që vrejt është kronikin e ngjarjet paralajmëruar në folum, është vetë fakti që e bën ligjin që të ndonë ushtruesin e detyrës e lënë nëse një mandat është 3 ose 4 vjetë, edhe të lënë me ushtrues detyrë në institucion 2 vjetë, kjo lënë shumë hapësirë manipulimit. E përmeni edhe Gzimi që këtu mund me pasë rast korruptiv, mund me pasë rast me shtyni agent veten, pa marrë parasysh kur e hëtë drejtar, aja ka përgjithësinë para ligjit. Edhe ideja edhe përpara kanë qenë, kur ka qenë sekretarët e përhershëm në atëherë ministri, e kanë pas mandatin më shumë se qeveria, që me mojt një farë rrjedhje administrata mos punë politizu. E ta shaj jena dëshmitar, nëse administrata ka qenë e politizume, gjë që ka qenë për para, tash është edhe ma shumë e politizume. Tash përmes ushtruesve detyrës, edhe ki kontrolin në administratë. Na jena dëshmitar para, ndoshta 2006. Kontrolin koreale, kështu që mund e largon. Ne kena një rast ku ishte sekretari i përgjithshëm në ministrie kanë pasur konflikt fizik me ministrin pse nuk e ka nënshkruar i shpenzimet, se ka aprovu shpenzimet. Me ushtrues detyrë nuk ndodhen këto. Domethënë është në mënyrë e kena rënu diçka që e kena formu se administratë publike. Ndoshta ka lënë për të dëshiruar, na gjithë si shoqëri civile kemi kërku ma mirë, e që vjen puna diçka që ka qenë mirë me bë ma keq, edhe kjo jep hapësirë që e përmend edhe Gzimi edhe për aferat korruptive, edhe tash nuk kena më se që kanë pas përpara, që kemi pas raste në media me lexu që një sekretar nuk po janë nënshkruar shpenzimet. Tash janë këtë lojal, edhe faktikisht është një farë pushteti dëshmëria nivel. Dëshmëria është se ai ka dorë. Kur jeti drejtar ti ka procedura shkarkimit. Ai ka drejtën mund të me lyp gjykat. Kur je ushtrues detyrë emërohesh me një email, me një vendim, shkarkohesh me një vendim. Edhe ki raste që ka pas ka ministri që edhe 4-5 ushtrues detyrë ka ndru për 4 vjetë. Domethënë nuk e ka zgjedhur asnjë. A kjo ideja bazë ka qenë 6 muaj, se një proces i regrutimit gjatë 6 muaj. Tash, gjatë asistencës teknike që jemi pas nga partnerët, domethënë se tek e fundit të rruga e Kosovës do të më qenë BE, edhe do të më plotësua të kushtet për BE. Ideja ka qenë që zyrtarit të zgjedhet me një pozitë lartë shtetërore, me qenë i pavarur, mos me pas ndikim politik. Edhe regrutimi mu kry. Nëse vjen një emër qeverisë, ai duhet me zgjedh ato që i ka ardhur. Se kushte normale ti nuk e njeh kush vjen. Nëse vjen një emër që Kosova vjen i vogël, na i ngjojmë edhe emrat. Se në fund qeveria, edhe pse ligjet thonë qeveria e zgjedh,
Qeveria do të me zgjedhë çaj që ka qenë i pari në pozitë. Na e kena rastin në disa agjensive të pavarura që organit që dhe ka krye regrutimin e ka vlerësue me pikë minimale që ato kanë zgjedhë kryetar. Do më thonë, ti nuk i beson një organit që dhe vetë e ke emnu. Edhe arsyeja kur u bë ky shtet u bë që njerëz me një etash, një pe arsye pse edhe po dështojnë konkurset se kurkush nuk po do me konkuru. Kur e ka pas që ka pas maksimum pikë edhe o eliminu pse s'ka qenë i ndëgjushëm ose pjesë e subjektit politik apo diçka. Tash jemi në sfidë re, ka me qenë për Kosovën është edhe kjo çështja e administratës publike që na besoj me raporte që ka bërë Sigma, si një projekt e USP që ka ndërmu, nuk kemi qenë mas mirë në rajon, po kemi qenë për vendeve që kemi qenë shumë mirë në rajon. Tash me këta ushtruzë e tyre, paramenu, nëse vjen një qeveri e përgjithshme, duhet tash qush mi zgjedh gjitha njerëz. Në bazë ligje që po përzgjedhe duhet, sa njeri që është i përzgjedh ka me hup ku. Ta duhet me angazhu një kompani e cila merret me regrutim i punën e regrutimit. Qaç punë? Është një gjatë që pe harrojmë, me thonë, ka qenë një projekt britanik, i cilë në ka nimu neve këtu, që në fund nuk ka vazhdu se i keni pej 200 raste që kanë marrë pjesë në regrutim, vetëm në 5-6 raste ka qenë që ai që ka fitu mas shumë të piku zgjedh. Zakonisht ata janë ardhur me qenë, ideja ka qenë me zgjedh dikon që është i pavarur. Mënyra meritore, edhe kur mënyra meritore, unë besoj që edhe profesionalistë e fushës aplikojnë se do me kontribu këtë vend. Natyrisht. Zoti Shala, po e shohim pra që qëllimi për me majtë të pozitat të ushtruesve detyrës është me kry punë pa pengesa edhe mos me pas asnjë telashe, edhe mos me pas thjesht zyrtar që nështë integriteti i tyre i kish bo, mos me bo asnjë shkelje ata gjatë kohës sa i ushtrojnë këtë funksione. Po nga ana juridike, qysh me përkufizu këtë gjendje, ku institucionet nuk janë të plota edhe s'mujnë me marrë vendime. A është që kjo forma më e rrezikshme që në një paralizë shtetërore? Definitivisht se po. Tash për shembull e kemi situatën që disa institucione i kemi që nuk po funksionojnë fare për shkak se nuk ka numër të mjaftueshëm të anëtarëve që përbëjnë kurumin e nevojshëm për vendimarrje. Nuk kemi një qeveri të rregullt. Nuk kemi një kuvend të konstituuar që do ta mbante përgjegjës një qeveri. Dhe po ashtu do thotë kemi këtë situatën me ushtrues të detyrës, e gjitha këtu do thotë edhe këta ushtrues të detyrës, krahas me anëtarët e qeverisë që janë edhe deputet, gjithë këta prodhojnë vazhdimisht vendime të kundërligjshme. Dhe tash në këtë situatë kemi të bëjmë edhe me paralizë institucionale, por edhe me mbushje të rendit juridik me vendime të kundërligjshme. Definitivisht se kjo çështje paraqet një regres shumë të madh dhe një cenim direkt të jetës institucionale në Kosovë dhe të parimeve të sundimit të ligjit. Pra, gjithë kjo situatë do thotë tani më në një farë forme keq administrimi është shtrirë dhe ka ndikuar do thotë edhe në konceptet bazike që kanë të bëjnë në sundimin e ligjit.